Mirë se erdhët të dashur binjakë në Letra Trofejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Kësa radhë kam zgjedhur 9 letra. T'ju jap më shumë. Binjak, kur hedh një sy e letrave në përgjithësi kështu, i duket si një pikë kthese. Ke ndjesinë se diçka po ndryshon. Por në fillim nuk je plotësisht e sigurt siç je binjaka, nëse duhet ta përqafosh këtë ndryshim apo të qëndrosh aty ku je. Letrat tregojnë se fillimisht do të ndalesh, do të analizosh, madje do të dyshosh pak tek vetja. Por pikërisht ai reflektim do të çojë drejt një vendimi që ndryshon ritmin e gjithë javës. Në fund do ta kuptosh se ajo që të friksonte ishte në fakt dera që duhej hapej. Po dera që duhet e hapej. Java nisë me fillime të reja, new beginnings. Dhe kjo është një shenjë shumë e fortë binjak. Mundësi e re, një ide, një projekt, ose një kapitull i ri po troket në derën tënde. Tani, gjithë jemi duke jetuar jetën tonë dhe dallojmë. Jo gjithë binjakët janë njësoj, absolutisht. Dikush e ka për dashuri, dikush për zhvillim personal, dikush për profesional, e kështu me radhë, Pra një kapitull i për të troket në derën tënde. Nuk është diçka që duhet ta shtysh për më vonë. Me dëgjoj me vëmendje. Asnjë gjë s'duhet shtyr për më vonë. Përkundrazi është një mundësi që të kërkon të dalësh nga rutina. Por, si çdo binjak, para se të thuash po, fillon të mendosh 10 drejtime një herësh. Dhe futet perspektiva pasaj. Perspektivë në vend që të nxitosh, vendos të shohësh situatën nga një kënd tjetër. Dhe bën mirë, absolutisht, sepse gjithë kësaj pauze, ta them që keni patur, mund të kuptosh diçka që nuk e kishe parë më parë. Mund të ndryshosh mendim për një person, një ofertë ose një plan. Ndonjëherë nuk ndryshon situata, ndryshon mënyra se si e sheh atë. Pasi fiton këtë qartësi, del kalorësi i Gabrielit, të dashur. Dhe këtu historia merr pak shpejtësi, se është shenjë e zjarrit, nuk ka më vend për hezitim, është momenti për të vepruar, mund të jetë një telefonat, një takim, ose një vendim i marrë me besim. Mund të lëvizë gjërat shumë shpejt. Mos prit që gjithçka të jetë perfekte apo momenti i duhur. Nëse pret për momentin ideal, rrezikon të humbasësh. Prandaj u thash që në fillim, këto fillime merrni me seriozitet. Dhe ky veprim, nëse e bëni siç duhet, ju çon drejt te drejtësia. Një situatë apo një projekt apo çfarëdo që të jetë, një person fillon të balancohet. Nëse ke ndjerë se e trajtuar padrejtësisht, kjo javë sjell zhvillime në favorin tënd. Mund të jetë një çështje pune, një marrëveshje ose thjesht një bisedë ku më në fund dëgjohet edhe zëri juaj. Letrat tregojnë se e vërteta del në sipërfaqe, kjo është e drejtësi. Dhe kur kjo ndodh, në zemër të leximit të juaj, kemi diellin. Është e preferuar ime. Letra e preferuar. E kujtjo, është vetë jeta, është pika më e ndritshme gjithë leximit. Pra, atmosfera ndryshon, ka më shumë optimizëm, më shumë energji dhe më shumë arsye për të buzëqeshur. Një lajm i mirë, një sukses ose një ndjenje çlirimi të bën të kuptosh se vendimi që morë në fillim të javës ishte i duri, ta pranosh për ato që po flasim. Dhe ky optimizëm të shtyn të investosh më shumë tek vetja. Ja ku është 8 Arielit. Tregon punë, përkushtim, mësim që japin rezultate, shkollë, ku di unë, shumë gjëra. Nëse ke menduar të ndjekush një kurs, një shkollë, të mësosh diçka ose diçka të re ose të përmirësosh aftësitë tua, kjo është java ideale apo periudha ideale, të dashur binjak. Dhe edhe në punë mund të marrësh vlerësim për seriozitetin dhe për kushtimin e juaj. Megjithatë, në një moment del 5 të Arielit,
që të kujton të mos mbash gjithçka vetëm për vete. Nëse të lind një shqetësim financiar ose emocional, mos u izolo, mos u tërhek. Një sfidë pa dashje, mos u tërhek. Dikush është i gatshëm të ndihmoj, por duhet ta lejosh apo duhet ta shprehësh, ta kërkosh. Shpesh binjakët përpiqen të duken sikur i kanë të gjitha në kontroll, edhe kur nuk është kështu. Prandaj bëje binjakë që mos të mbasësh ato çfarë ishin deri tani. Kur lëshon këtë barë dhe kur të merr atë ndihmë apo këtë sfidë kur e ka përcen, çfarë do të thotë se është jeta është plot sfida, më shumë ato nga tjerët. Pikërisht kur lëshon këtë barë del 10 të majklit, një situatë merr fund përfundimisht. Mund të jetë një stres, konflikt, kjo sfidë, një histori që ka marrë shumë energji dhe më në fund po përmbyllet. Dhe ndryshe nga se mendoje, nuk ndjen më trishtim, frikë, por lehtësim. Kupton se disa gjëra duhet të përfundonin që të hapet, apo më në fund të mbarë, që të hapen vend, të jap vend të rejave të dashur binjakë. Java mbyllet me 9 të majklit, por mos u frikso nga kjo letër, që është vetëm këtu. Nuk flet për probleme të reja, të thotë se shumë nga shqetësimet që ke në kokë nuk do të ndodhin. Ke menduar më shumë se sa duhet për disa situata, i ke dhënë energji, ke harxuar kohë mund në ato për disa situata që nuk ja ka vletur dhe nuk kanë qenë aq të vështira sa që ke krijuar ti në kokën tënde. Ka krijuar skenare që nuk kanë gjasa të realizohen, është koha të ndalosh të luftuar me mendimet dhe të fillosh të shijosh atë që po ndërton, me gjithë këtë diell në qendër të leximit tënd, të dashur binjak. Pra, kjo është një javë ku një fillim i ri të detyron të shohësh jetën ndryshe binjak. Pas një momenti reflektimi, merr një vendim të rëndësishëm që sjell lëvizje, drejtësi dhe rezultate pozitive. Puna shpërblehet, një bare vjetër largohet dhe në fund kupton se frika më e madhe nuk ishte realiteti, por mendimet e juaja të dashur binjak. Mos lejo që dyshimet të ndalojnë të ecësh përpara. Shumë herë, dera që të trem më shumë është pikërisht ajo që të çon aty ku ke dashur të arrish binjak.